Bashkia e Vlorës në bashkëpunim me Policinë e Qarkut dhe Policinë Rrugore kanë hartuar masat për qarkullimin dhe ndalimin e parkimit të automjeteve në kuadër të etapës së tretë të Giro d'Italia 2025, në kuadër të organizimit të etapës së tretë dhe të fundit të garës ndërkombëtare Giro d'Italia 2025, që do të zhvillohet në qytetin e Vlorës ditën e diel në datën 11 maj 2025, ndërsa informohen qytetarët mbi kufizimet e mëposhtme. Ndalim parkimi dhe çdo lloj aktiviteti në sheshin e madh, fillimi Lungomares, nga ora 15 e datës 10 maj 2025 deri në orën 18 të datës 11 maj 2025, përfshi edhe zonën e Diskut. Ndalim parkimi dhe qëndrimi automjeteve në aksin sheshi i madh kryqëzimi rrugës Shaban Demiraj nga ora 5 e datës 10 maj 2025 deri në orën 15 të datës 11 maj 2025. Ndalim qarkullimi në po të njëjtin segment nga ora 7 deri në 14:15 të datës 11 maj 2025. Devijimi i trafikut bëhet në rrugën Pelivan Leskaj. Ndalim parkimi në fushën para shkollës së Marinës nga ora 15 të datës 10 maj 2025 deri në orën 17 të datës 11 maj 2025. Ndalim parkimi në rrugën Reshat Osmani nga ora 15 e datës 10 maj 2025 deri në orën 18 të datës 11 maj 2025. Ndalim parkimi në rrugën Veledin Kolluzi nga ora 14 e datës 10 maj 2025 deri në orën 23 të datës 11 maj 2025. Ndalim qarkullimi në të njëjtin aks nga ora 19 e datës 10 maj 2025 deri në orën 23 të datës 11 maj 2025. Devijimi i trafikut bëhet në bulevard dhe në rrugën Gjergj Kastrioti. Ndalim parkimi në aksin rreth Iskelës, kryqëzimi i rrugës Aleksandria nga ora 14 i datës 10 maj 2025 deri në orën 23 të datës 11 maj 2025. Ndalim qarkullimi në të njëjtin aks nga ora 19 i datës 10 maj 2025 deri në orën 23 të datës 11 maj 2025. Devijimi i trafikut bëhet në rrugën Kosova dhe Perlat Rexhepi. Ndalim parkimi në rrugën Ajredin Haxhiraj, segmenti kryqëzimi i rrugës Onufri, kryqëzimi i bulevardit nga ora 22 e datës 10 maj 2025 deri në orën 23 të datës 11 maj 2025. Ndalim qarkullimi në të njëjtin segment nga ora 5 i datës 11 maj 2025 deri në orën 23. Devijimi i trafikut bëhet në bulevard në rrugën Pilo Begaj edhe Fishiret e Musta. Ndalim parkimi në rrugën Veledin Kolluzi, segmenti Big Market Alsa, në rrugën Mustafa Bello dhe Lazemalo nga ora 20 i datës 10 maj 2025 deri në orën 23 të datës 11 maj 2025. Ndalim qarkullimi në këtë segmente nga ora 22 datë 10 maj 2025 deri në orën 23 të datës 11 maj 2025. Bllokimi i akseve rrugore Aleksandër Mojsiu, bulevardi Ismail Qemali, rruga Demokracia, rruga Arben Zyliftari, nga ora 5 deri në orën 10 të datës 11 maj 2025. Devijimi i trafikut bëhet në bulevard në rrugën Pilo Begaj dhe Fishiret e Musta. Ndalim parkimi në kryqëzimin e rrugës Kosova deri tek Hotel Regina Garden dhe në sheshin Ismail Qemali nga ora 14 e datës 10 maj 2025 deri në orën 23 të datës 11 maj 2025. Ndalim qarkullimi në këto segmente nga ora 18 e datës 10 maj 2025 deri në orën 23 të datës 11 maj 2025. Ndalim parkimi në rrugën Sulejman Delvina, segmenti Poliklinika Dega Ushtarake, si dhe në territorin e Fakultetit të Shkencave Humane, Konviktet, nga ora 14 i datës 10 maj 2025 deri në orën 23 të datës 11 maj 2025. Theksojmë se lejohet qarkullimi i automjeteve të emergjencës dhe policisë së shtetit, aksesi garantuar për raste emergjente. Porti i Vlorës, qarkullimi do të realizohet nëpërmjet rrugës transballkanike pa ndërprerje. Spitali Rajonal Vlorë gjatë orës 11 deri në orën 13:30 minuta, hyrja do të mundësohet përmes këtyre akseve: transballkanike, shtëpia e oficerëve, Kapelja Spitali, Pusi Mezinit, rruga e re, Kapelja Spitali, Ujë ftohtë centrale, fabrika e Cimentos, Kuzumbaba, Bashkia Spitali. Bllokimi i akseve interurbane në datën 11 maj 2025. Vlorë fshatrat e lumit të Vlorës. Ndalohet qarkullimi nga ora 11 deri në orën 14:30. Qeparo Vlorë fshatrat e lumit të Vlorës. Ndalohet qarkullimi nga ora 10:30 deri në orën 15:45. Vlorë Himar deri në Qeparo. Ndalohet qarkullimi nga ora 12:30 deri në orën 17:30. Qeparo Himar Vlorë, ndalohet qarkullimi nga ora 13:30 deri në orën 16. Kujdes,
të gjitha automjetet që do të jenë të parkuara në kundërshtim me masat e shpallura dhe që nuk do të largohen nga vetë drejtuesit, do të transportohen me shërbimin e karo atrecit në përputhje me ligjin dhe për garantimin e sigurisë. Vendbazimi i mjeteve të lëvizura nga shërbimi karo atrecit, nëse do të ketë gjatë këtij procesi, do të jetë ish fusha e aviacionit. Lutemi qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve për mirëkuptimin dhe bashkëpunim. Këto masa janë të përkohshme dhe në funksion të sigurisë publike dhe organizimit të aktivitetit ndërkombëtar. Shprehim ndjesën tonë për çdo shqetësim të mundshëm, si dhe garantojmë qytetarët se nuk do të ndalohen në asnjë moment për të kryer aktivitetet e tyre, por luten që të përdorin rrugën alternative për të vijuar normalisht me angazhimet e tyre ditore. Për çdo nevojë apo informacion shtesë, kontaktoni në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës në numrat e kontaktit 112 dhe 069 411 0222, si dhe Policia Bashkiake Vlorë 033 40 44 04 dhe 069 76 54 802. Shërbimet e policisë do të jenë të pranishme në teren, të gatshme për të ndihmuar dhe orientuar qytetarët.